Policia e Dibrës vijon zbatimin e planit të posaçëm operacional të artuar në prag të festave të fundvitit me qëllim parandalimin dhe goditjen e rasteve të tregtimit të kundërligjshëm dhe të rrezikshëm të lëndëve piroteknike nga subjektet e paautorizuara. Në kuadër të këtij plani, shërbimet e Komisariatit të Policisë Dibër kanë ushtruar kontrolle të shtuara në qytetin e Peshkopis, ku janë konstatuar 3 dyqane që ushtronin aktivitet të paligjshëm, duke mbajtur dhe tregtuar fishek zjarre dhe kapsolla në kundërshtim me rregullat dhe kriteret e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. Gjatë kontrolleve në ambientet e këtyre subjekteve janë gjetur dhe sekuestruar disa kuti me lëndë piroteknike, të cilat mbaheshin me qëllim shitjen e tyre të kundërligjshme. Për këto raste u referuan materialet procedurale në prokurori dhe nisi procedimi penal për 3 shtetas, konkretisht OD, OK dhe DM. Materialet procedurale ju referuan prokurisë së Dibrës për veprimet mëtejshme ligjore, ndërsa kontrollet në terren vijojnë edhe në ditët në vijim me synimin, identitimin dhe goditjen në çdo rasti të shkeljes së ligjit. Policia e Dibrës apelon për gjithë qytetarët dhe subjektet tregtare që të respektojnë rregullat dhe kriteret ligjore në lidhje me përdorimin dhe tregtimin e lëndëve piroteknike, duke theksuar se kjo veprimtari përbën rrezik serioz për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, veçanërisht të fëmijëve, dhe ndëshkohen konform ligjit.